Në lagjen Kolonia, situata mbi mbeturinat është bërë shqetësuese dhe thuajse pa kontrollueshme. Të gjesh një hapësirë pa mbeturina është pothuajse pamundur, pasi ato kanë mbuluar pothuajse çdo këmbë të lagjes. Edhe pse ekzistojnë vende të caktuara për hedhjen e tyre, ato nuk përdoren siç duhet, duke bërë që mbeturinat të shpërndahen nëpër hapësira publike. Por të jetosh në mes të një gjendjeje të tillë është edhe më e vështirë se sa duket me sy. Kështu shprehet një banor i kësaj lagjeje. Vështirë boll. Vështirë është boll. O ka vjen zejti madh. Tash nuk kemi na zgjidhje tjetër. Po dalim shtu të tjera. Bordhokin vinë e gjujnë natën, që atje keni pa vetë. Tash me fol drejten edhe pak pinesh e bojnë gabimin. Kantet si cili ka në për shtëpia. E marrin natën, ka dalin, ju ka mush kanta babahie vetja, ka dalin e gjujnë. Është problemi edhe të na, si lagje që jemi, edhe na e fliqim ambientin tonë. Sipas tij, mbeturinat po hidhen edhe nga qytetarë të tjerë të Gjakovës. Po me të kallëzu drejtën tash, edhe ata e gjujnë pi Gjakovës se mbledhen e bin këtë qëtu. Fëmijat tonë shkojnë e kontrollojnë që atje, pa i vytë rasti hiq i mbeturinave merr e gjujnë qëtu. Vje për një vetë, ku ki marrë në bërdak, ka pe e gjujnë në rrugë. Në fund, ai nuk shes zgjidhje për këtë problem dhe nuk ka shpresë se gjërat mund të ndryshojnë. Vinë natën, na sunirujmë gjithë natën, dhe që me bëj ramë që aty. Mi prit ata kur vinë bërdak, mi lamru policin, mi thonë që qëtaj nga gjujnë. Nuk kemi shka zgjidhje tjetër. Jeta në këtë ambient të mbushur me mbeturina është e vështirë dhe e pashëndetshme, ndërsa rritja e temperaturave bën situatën edhe më alarmante.